Bashkë me neve në studio, tash pas një kohë shumë gjatër, zotri Sefaj, Ali Sefaj, mirë se vjen. Faleminderit. Në anën tjetër kemi Astrid Gjocaj, mirë se vjen. Mirë se erdha Astrid. Zotri Sefaj, një koment parë për krejta që ndodhi dja, duke nisë qysh nga aja aksioni PDK-s që vendosën që në ora 11 të jenë në kuvend, duke bërë thirrjen e vazhdueshme për një seancë konstituive, pastaj gjithë ajo që ka ndodhi dhe që ka pa. Po, ajo që e ka bërë dje PDK dhe duhet ta bënte opozita pothuajse që 6 vite, se cilin vend të botës opozita është aktive pas përfundimit të zgjedhjeve, mund të mos jetë e kënaqur me rezultatin, mirë po duhet ta luajë rolin e saj dhe ti imponoj një lloj presioni dhe mbrojtje të interesit publik karshi qeverisë. Ndërsa ata që e kemi pa dje në të shpërfaqur në kuvend për mua Astrid dhe të tjerë që vim nga familje, që vim nga lufta, kjo është ajo mlefi, urrejtja që kjo kategori e njerëzve e kanë të mbjellur apo të mbajtur brenda që 27 vite që nga lufta dhe në moment të caktuar e kanë shpërfaq. Më lejoni ta parafrazoj një diçka që nuk do të duhet ta bëja. Dikur budallajin e ka njohur vetëm shtëpia e vet apo lagjja, fshati, ndërsa me rrjetet sociale dhe mediat tani mund ta njoh krejt Kosova, mirë po unë ndjej keqardhje për ata njerëz, për arsye se ata e shfrehin atë mllef duke menduar që veprimi i tyre është patriotik, sepse ata mbështesin një njeri apo një adresë. Për margjimtarët dhe deklaratat e forta. Jo, nëse një pjesë e tyre nuk kanë qenë të mos keq kuptohemi. Në margjimtar ka njerëz që liria e Kosovës është kontributi tyre sa që është jo i të gjallëve, por sa që është i dëshmorëve. Mirë po ata që e kanë këtë zhargon, e thëmë me kuptimin e plotës fjalës, edhe me besueshmëri dhe vërtetësi, që ata nuk e kanë paguar 3%, nuk e kanë paguar fondin vendimit në atëret, nuk e kanë paguar asnjë ndihmës gjatë Kosovës, dhe thjesht janë njerëz që nuk e kanë kontribuar as familje të tyre në Kosovë dhe tani e shfrehin atë mllef. Ndryshe, do duhet të gëzoheshin suksesit që e ka pasur Kosova dhe veçmas mund të kërkonin në mënyrë simbolike, demokratike, të qytetëruar, normale, konstitutimin e institucione apo edhe mbështjetjen e liderit të tyre, për arsye se ti ke të drejtë ta duash këdo dhe veçmas migracioni në krejt botën ka preferenca të caktuara politike, mirë pa ajo të jetë në suazat e njerëzores, pa harru me kuptu që këta njerëz kanë drejtë me votu kontua do zamra, se për çta është bë lufta, për çta është ardhur liria, që njerëzit mirë po të kërkosh burgosin. Po, do dalim te ajo një pjesë të veçantë ta kemi, absolutisht. Për njeriu e gjallë ma meritor për lirinë e Kosovës, a është turp në vete, mirë pa ai nuk është ai. Është megafoni me të cilat i nxjerr ato zëra lëvizjave vendosur. Edhe pas pak do diskutojmë për këto thirrje të forta që u bën dje në kuvend, madje ka pas edhe arrestime, mirë pas tre duam të marrim një koment fillimisht për këtë që poam nga deputetët e zgjedhura. Mund me thonë drejtën më shqetëson fakti se ç'është përfshihet kuvendi i Kosovës prej politikanëve dhe vetë qytetarëve të cilët kontribuojnë përmes votës që me pas një institucion kredibil, një institucion që mendon për vendin dhe i shërben vendit. Thjesht kjo që ne përshohim jo vetëm dje, që një kohë gjatë është sepse kuvendi i Kosovës është shndruar në një vend cirkut dhe kushdo që po jepet rasti dhe mundësia, po luan me ta dhe po e kthejnë në një vend pa përfillshëm, në një vend pa dinjitetshëm, në një vend që thjesht mund të shihet si pjesë e një ambienti ku ti mundesh me shpreh gjithë afinitetin tënd budallakis. Në vend se më pa një institucion kredibil, një institucion shumë i rëndësishëm i vendit, edhe më konsideruar një institucion i shajt i vendit. Kjo që ne po shohim mund ka befasu mas parti pa kalu te pjesa politike dhe e deputetëve, më ka befasu mënyra se si kuvendi i Kosovës hap dyert për njerëz dhe nuk kujdeset që të shërben dhe të funksionojë për ato që i ka hap dyert. Ne e dimë se kuvendi ka hap dyert 3 ditë. Në këto 3 ditë i ka të ndamën në faza se kush kur dhe pse ka me qenë kuvend. Unë, me çfarë sa e di, mund t'jeme dhe gabushëm, po as sa kam informacione, dje ka qenë dita e rinisë. Po, dje ka qenë e paraportë të rinë, si pas kur ka hyrë Vlora Qitaku, ka qenë takimi me të rinj. Nuk e di pse është dashur më leju dhe ajo pjesë tjetër çofshin mërgjimtarë ose jo me himran. Pastaj u tha nga lëvizja vetëvendosje që ka qenë dita e fundit ku edhe mërgjimtarët kanë pas mundësi me hy brenda kuvendit. Atë do të jetë njoftimet janë korrekte të kuvendit. Gjithsesi me këto pastaj mund të plotësohet edhe me këto gjëra tjera që ndoshta mund të mos i kemë në informacion ose diçka tjetër. Shumë rregull, është leju hyrja atyre.
nuk ka mund ndoshta edhe më vrejt ato pankartat. Pavarësisht qofshit ai që kërkon burgun e Albin Kurti, qoftë ky që krahason një luftëtar të lirisë me Radoj Qiqin, ndoshta jo krahason, po përkundrazi e amniston Radoj Qiqin se ai arsituohet nëse ai merr 20 ky duhet kaq edhe kaq e kaq. Në momentin që ato pankarta janë nxjerr, në momentin që është pas që po devijohet qëllimi, Kosova dhe Kuvendi i Kosovës ka edhe policë e mbrojtjes së afërt, por ka edhe policinë rregull që rrin në institucione. Është dashur të ndërhyjë policia dhe jo individ. Çfarë nëse dje kishte ndodhur një incident me qytetarët e Kosovës, sikur që unë ka izotria në Kuvend për më kap letra ose këtë tjetër tek Pra, ka pas hapësirë edhe për konfrontime fizike. Është një papërgjegjësi institucionale që ka krijuar një hapësinë që fal Zotit nuk ka ndodhur se ka mujt me pas konfrontime fizike, personale dhe me qenë jo se s'kemi qenë çesharak dje, po me qenë super çesharak. Po gjithsesi, a u bëve me qëllim kjo për ty se edhe ky diskutimi ishte që pse u lejuan argëmtarët duke ditur tensionin. Ndryshimi i mënyrës së përdorimit edhe të asaj dite, qëllimit të asaj dite dhe mungesa ndërhyrjes të duhur. Pastaj të lënë ty hapësinë me mendu që edhe ka qenë e planifikuar së qëllimshme. Vizita e institucionit, protesta dhe mënyra demonstrative që kanë ndodhur këto dallojnë. Mërgjimtarët, me qenë se pas kanë qenë pastaj edhe dita fundit e mërgjimtarëve. Ashtu kanë thënë një zyrtare është po them, s'ka pas zyrtare. Nëse ka qenë dita fundit e mërgjimtarëve, më fal. Ata kur e kanë pasur që po nxjerrin pankarta, kur kanë pasur po kalojnë, po eskalon situata dhe po kalojnë me një stat tjetër, dhe jo vizitës. Atëherë është dashur me ndërhyj policia, kanë qenë të dera Kuvendit, me shku me largu ato pankarta prej policisë, jo prej qytetarëve, dhe pastaj pse jo më largu ata individ që ka mund shkojmë me qëllime të caktuara dhe pa dijenin e tyre. Mos reagimi për mua shqetësues dhe më krijon atë pjesën tonë që pastaj të mendoj që mund të ketë qenë edhe planifikuar dhe dikush nga një pjesë tjetër ka penguar reagimin e personave zyrtar që ishin të dyja ekstremet. Pra, ishte dikush që kërkonte pushkatimin e Haradinajt, dikush që ju drejtohej në atë gjuhë fyese natyrisht deputetëve dhe tjetra dikush që kërkonte Kurtit të ishte në burg. Pra, përplasja ka mundur të ndodhë pikërisht mes qytetarëve. Kjo është çështja. Pa i përfshirë edhe deputetët. Sepse ai që kërkonte burgimin Albin Kurtit ndiqej në përsall të Kuvendit deri sikur ai ishte veç pak më rezistent ose pak më euforik, kish më ndodhi incidenti, sepse ky që kërkonte pushkatimin e Haradinaj ruhej shumë bukur. Pe shokëve të vet, sepse ndoshta ishte edhe me numër më të madh, nuk i hek letra, nuk u ndjek. Pe ja skujt. Na lejo t'ja bëjmë këtë shqetësuesja që sepse burgimin mund ta kërkoj kushdo për çdo. Pavarësisht që ndoshta nuk ka qenë dita dhe nuk është dashur me kërku, sepse ka qenë vizitë dhe nuk duhet me pas asnjë bankartë në atë moment. Po, të kërkosh pushkatim dhe të krahasosh në një vend në një institucion që është derë gjak për krijimin e atij institucioni, sepse Kuvendi i Kosovës, liria sot është fal gjakut deri dhe sakrificë gjithë popullit shqiptar. Dhe ti të kërkosh, pastaj që ta çesh një luftëtar, një politikan, i çfarëdo niveli qoftë në skenën politike, me një kriminal që ka marrë pjesë në krime, që është potencuar këto partive politike dhe për një qytetarëve për Radoj Qiqin që është kriminal, ka marrë pjesë gjatë luftës në krime në Kosovë, pas lufte, është rasti i fundit Bojnska, që është plagos. Dhe ti thush se nëse ai dënohet 20 vjet, një çlirimtar duhet 40, 50 dhe 100 vjet dhe të përshkatohet, do të thotë sepse në një mënyrë indirekte ti po thuaj që Radoj Qiqi është i pafajshëm dhe nëse ai do duhet dënohej atë ne kemi këta tonë halomazisë Radoj Qiqi. Edhe pikërisht te Kuvendi i Kosovës. Kjo është pyetje që ja bëjmë edhe një emër shumë të përfolur që nga ditja e ndjeshme, sidomos në mbrëm, është zotriu Adnan Ruslemin nga Lëvizja Vetëvendosje. Mirë se erdhët deputet. Shëndetje. Faleminderit shumë. Do të nisim direkt me pyetje për gjërat më të diskutuara që nga mbrëm. Emri juaj është shumë i përfolur, që ndërlidhet me atë që pikërisht qytetari që ishte në Kuvend, që po kërkonte pushkatimin e Ramush Haradinajt, u tha që është i afërm i juaj. Sa është e vërtet kjo? Pas një dyshim nuk është e vërtetë, unë kam thënë edhe mbrëm në një reagim publik, në radhë pare dënoj gjuhën, është gjuhë pa pranueshme dhe kësaj e dënueshme. Një gjuhë e tillë nuk mund të përdoret jo vetëm në sallën e Kuvendit të në ambientet e institucioneve publike, por nuk mund të përdoret askund, as në rrjetet sociale, ndaj askujt. Domethënë as ndaj zotit Haradinaj, por as ndaj ndonjë politikani tjetër. Është thjesht diskurs i papranueshëm që meriton edhe të dënohet dhe për cilën e dënoj publikisht dhe distancohem personalisht. Nuk kam asnjë lidhje, unë kam thënë publikisht mbrëm që çdo aludim për lidhje shkrejtësisht e pabazuar dhe natyrisht e kam paralajmëruar padiq që është vërtet edhe individuale, por edhe për mjete të caktuara të cilat e kanë plasuar si të tillë. Unë kam thënë edhe në postimin e mbrëmshëm që është vërtet që unë dajt i kam nga fshati Dobroje e Madhe, komuna e Lipjanit, nga familja Lugishi që është një familje madhe në këtë fshat me mbi 200-300 shtëpi, nuk i di saktë, por është familje shumë e madhe dhe po
mund ta ketë edhe mbiemrin e tillë, por në fund të fundit kushdo që të ishte dhe kushdo që të jetë, unë nuk pajtohem nga kjo gjuhë dhe nga ky diskurs dhe dënoj publikisht, domethënë në cilin do rast dhe në cilin do version dhe ndaj kujdo që bëhet, pa asnjë dyshim. Për më tepër Po, se ka shumë ngjarje ti prekim të disa nga ato. Kishte një moment tjetër, një përplasje, një shtyerje fizike mes jush nga edhe deputetit Mërgim Lushtaku, ishim më herët me të dhe fol natyrisht dha anën e tij. Çfarë keni për të thënë për atë moment? Çfarë u tha në atë moment, sepse nuk dëgjohet qartë natyrisht nga gjithë zhurma e madhe që ishte dhe pse erdhe deri në atë pikë? Së pari dita djeshme ishte një ditë jo e mirë, domethënë që nuk duhet të përsëritet në Kuvendin e Kosovës. Natyrisht unë isha aty në takim me Mërgatën dhe në situatën konkrete, në fakt nuk kam pasur të bëj asgjë me Mërgim Lushtakun, domethënë kam qenë duke folur për media, duke dhënë qëndrimin e lëvizjes dhe ndosje për situatën politike, e mbi gjitha përmbajtja asaj që kam thënë në vazhdimësisht të thirrja për të ulur dhe për të dialoguar dhe për të gjetur një marrëveshje për presidentin. Domethënë madje i kam lutur edhe vetë deputetët e PDK-s nëse kanë problem që takohen me zotin Kurti, zoti Hamza, le të takohen një deputetët dhe të gjejnë një zgjidhje për çështjen kryesore që e karakterizon krizën aktuale politike në Kosovë, që është çështja e presidentit. Ndërkohë që ishte këtë tendencën e Mërgim Lushtakut për të ustruar dhunë fizike, për të le të themi qiruar hesapet politike me mjete fizike, unë nuk më lë përshtypje kjo, domethënë ta them hapur, unë asnjëherë domethënë nuk besoj në atë që argumentet politike, polemikat politike dhe debatet politike mund të zëvendësohen me mjete të tjera. Kjo nuk i përket Kuvendit Kosovës. Unë besoj në debat, jam i thari debatit që është vërteta, por polemikat publike, debatet politike të bazuara në argumente, edhe kur ke pozicione ekstremisht të kundërta, janë le të themi ajo çfarë karakterizon parlamentin. Siç e dinë edhe juristët, sidomos e politikologët, dhe parlamenti rrjedh nga nocioni që nuk kupton edhe le të themi përballje politike mbi pikpamje të ndryshme. Vetëm se kjo që po mungon argumentin në këtë moment, pra edhe nga vetëvendosës natyrisht ne kemi parë aksionet e vetëvendosës madje edhe më shumë se sa dje. Okej, po e dim qëndrimin tuaj se vazhdimisht po e thoni, tjetër ka qenë në atë kohë, tjetër periudhë ka qenë, tjetër kauz ka qenë, por gjithsesi edhe kjo sot është një kauzë e rëndësishme për të pasur kuvend, për të pasur institucione rrustemi, nuk po bëhet kot edhe kjo që po e bën opozita. Nëse PDK do ta kishte kauzën për të pasur komplet institucione, edhe do ta mirëkuptoja. Domethënë, por thelbi i krizës aktuale politike në Kosovë, jo vetëm aktuale, por nga shkurti i këtij viti është çështja e presidentit. Domethënë, të thuash ose të insistosh që të konstituohet kuvendi, ndërkohë që të thuash që nuk marr pjesë në seancën kur votohet presidenti, je duke thënë që duhet të ketë zgjedhje në Kosovë. Dhe unë besoj që Kosova nuk ka nevojë për zgjedhje. Prandaj domethënë unë po përsëris pyetjen për cilin president janë në rastin konkret PDK dhe opozita. Janë disa pyetje të cilat duhet i përgjigjet opozita, domethënë. Për cilin emër është PDK, domethënë. Për cilin figurë për president do të qëndrojë në sallë PDK. Pse ka problem një president neutral mbi partiakun, në jashtë nuk e ka për të qartë, është në opozitë, nuk përfshihet në këtë. Tani sepse do të pyesim edhe për këtë çështje në LDK-s dhe bisedimeve dhe seancës. Po na lejo që të pyesim për këtë pra. Okej, le të dalim më një herë. Ju jeni të vendosur që nuk ka seancë pa marrëveshje. Marrëveshja duket që është shumë larg. Nuk e di nëse ka takime, ka ndodhur takime që mediat nuk i dinë mes LDK-s dhe vetëvendosjes, mund të na thoni edhe ju, po a do të thirret seanca? Pak më parë edhe Besnik Tahiri ka dërguar një letër Deharit që ka kërkuar takim për koordinim për seancë konstituive. A mund të ndodhë seanca të thirret nesër në orën 11, siç është kërkuar? Ne do të pajtohemi për një gjë, që Kosova nuk mund të ketë kuvend nëse nuk ka dakordim për presidentin. Ose më saktë mund të ketë vetëm 60 president. Po pse patin e herën e kaluar për kuvend për para? Për kuvend, zotri Rustemi, janë numra ata, të gjithë do votojnë për konstituimin e kuvendit, që ka presidentit është çështje tjetër. Pasi dyshim, por gjithë e dim që nga kuvendin dakordim për presidentin, pas 60 ditëve shpërndahet kuvendi dhe shpallën zgjedhje. Jepeni hapësirën. Konstituohet kuvendi, jepeni hapësirën për të
Për të vazhduar bisedimin, nuk e di nëse po na dëgjon. Me sigurisht. Pyetjet Adnanit, nëse ma lejon një koment ose një pyetje Adnanit në mënyrë që si qytetar i këtij vendi, nuk e di nëse po dëgjon Adnani. Adnan, apo dëgjohemi? Po, se kishte një ndërprerje, Adnani. Kisha dashur shumë që këtë qetësinë dhe këtë diskursin shumë konstruktiv me pas edhe në Kuvend, sikur në situatën e djeshtit dhe në të ardhmen, sepse sot për shoh që është shumë e relaksum. Një diçka që unë nuk pe kuptoj është sepse në kohën zgjedhjet e kaluara kur insistoi për partive opozitare që të ketë marrëveshje politike para se shkojmë në Kuvend, edhe për presidentin, keni qenë pikërisht subjekti juve që i keni ndarë qeverinë dhe Kuvendin prej rolit presidentit dhe madje keni dhënë një mesazh shumë të qartë sepse këto dy institucionet, Kuvendi dhe qeveria, duhet të trajtohen të ndara nga presidenti, për shkak se presidenti përfaqëson diçka tjetër dhe këto dyja përfaqësojnë këtë diçka tjetër. Dhe pikërisht ju keni qenë ata insistuesit që para të krijimit të Kuvendit dhe qeverisë të mos diskutohet çështja e presidentit. Dhe pse tash duhet të ndodhe kundërta, dhe pse duhet na si qytetarë të Kosovës ta avujmë pasojën e mungesës institucionale të një Kuvendit mirëfillt dhe një qeverie që vetë i keni numrat, për shkak të një diçkaje që nuk po arrini me pajtu që është ende në kohë dhe mund t'i keni edhe 60 ditë pasi të konstituohet qeveria dhe Kuvendi dhe 60 ditë në dispozicion të diskutoni për presidentin. Dhe pse ne duhet të vujmë tash 3 muaj ditë ne qytetarë për këtë sam që ju se keni që mos marko, ju e keni proklamu këto dhe keni qenë shumë të zëshëm që Kuvendi dhe qeveria duhet të ndohen nga institucioni presidentit në rast të marrëveshje politike. Po patjetër. A mund t'i përgjigjem? Po, është të vërtet që jemi kaluar, ne kemi konsultuar Kuvendin në afat rekord dhe kemi zgjedhur qeverinë të njëjtën ditë. Në kuptimin institucional të fjalës, ne kemi pasur një element që ka bërë presion të drejtë për drejtë dhe që ka qenë mungesa e buxhetit për vitin 2026. Ju gjithë e dini që po mos të miratohej buxheti, nga një marsi i këtij viti ne do të kishim kolaps financiar. Dhe Kosova nuk ka pasur kohë për të humbur pa Kuvend dhe pa qeveri për shkak të krizës financiare. Dhe e dyta le ta marrim si reflektim të vetëvendosjes. Domethënë, po ndërkohë që në te opozita herën e kaluar insistonte në marrëveshje në pako, pse kësaj here po insiston në Kuvendin Kuvendit pa një dakordim për presidentin. E para për presidentin ishte buxheti, e para ishte buxheti, dhe dyta merret si reflektim të vetëvendosjes. Ne kemi reflektuar nga kjo situatë. Por pse s'mundemi me marr se reflektim të opozitës që e kanë kuptuar që institucionet ndome. Shikoj, e ka problem për shkak të lidhjes nga distanca me dëgjuar titin ku pyetje. Nëse ka pyetje po e ndërprej unë pastaj përgjigjem. Dhe tjetra po vetëm një se u tha, pse tha spjepni Kosovës Kuvend të mirëfillt dhe qeverit mirëfillt, pastaj për president. Po ai është Kuvend për 60 ditë. Pikërisht nuk është Kuvendi mirëfillt. Dhe pikërisht ne po insistojmë që t'i japim Kuvend të mirëfillt. Prandaj pyetja esenciale është për cilin emër për president qëndron PDK në sallë. Pse kanë problem emrin konsensual dhe cili është emri i tyre, le të na thonë. Nuk mund ta shmangim debatin për presidentin. PDK-ja përfshirë këto bisedime, domethënë PDK-ja ka thënë qëndrimin e vet. Kam edhe një pyetje tjetër, lutem. Nuk më përgjigj në pyetjen sepse nëse konsiderohet reflektimi vetëvendosjes, unë te sharoj zotin Rostemi nuk përfaqësoj subjekt politik këtu, prandaj edhe nuk përgjigj në anën subjekteve politike, që si qytetar, nëse këta mund ta marrim se reflektim vetëvendosjes, ona tjetër mund të thotë se s'përmendin se reflektim të opozitës, që e kanë kuptuar si proces. Arsyeja pse unë kërkoj një Kuvend mirëfillt është. Ne e dimë se me Kushtetutë të Kosovës, presidenti ka vetëm 6 muaj mandat ushtrues detyrë. Dhe nëse ne nuk kemi edhe një institucion, një Kuvend, në këtë rast faktikisht disa konsiderojnë që do s'kemi as president për shkak të betimit të presidentës si deputete. Dhe më mirë është një Kuvend 60 ditor që mund të sqarojë shumë situata dhe zhvillime politike në vend, dhe mund të kemi një kryetar të Kuvendit të ri që mund të rimandatohet si ushtrues detyrë presidentit dhe të kryejë përgjegjësitë e veta, se sot kalojmë në një pjesë ku nuk kemi më pas as Kuvend, as president dhe as kryeministër me mandat. Në situatë ne për 60 ditë paktën po kemi Kuvend me mandat, po kemi qeveri me mandat, mund të merrem këto 60 ditë siç e tha edhe për shumë çështje siç është marrë për buxhetin e kaluar, për shumë çështje të rëndësishme, dhe pastaj ne të shkojmë në zgjedhje, prap kemi institucione që kemi pas deri tash tranzitore. Ata dëgjojnë zotin Rusem, pastaj edhe zoti Sefaj sepse Zotriu po kërkon Kuvend të mirëfillt për 60 ditë. Unë po kërkoj Kuvend të mirëfillt për 4 vjet. Domethënë kemi para. E sharoj pse, sepse janë disa procese që mund zgjidhen edhe me këto 60 ditë. Po, nëse zoti Rusemi po beson se Kuvend për 60 ditë, ku më besuar që për 4 vjet.
Ta dëgjoj. Vesh një proces sot është në renditë dhe në tavolinë. Është dhe presidenti i Republikës. Besoni nuk mund ta shmangim çështjen e presidentit nga debati aktual politik. Procesi politik është dakord, është legjitim çdo pozicion i secilës parti politike. Por fakti që askush nuk mund ta zgjedh presidentin i vetëm, e që e bën të domosdoshëm dakordimin pozitë dhe opozitë, duhet të reflektoj se cila palë, domethënë dhe nuk e justifikon barikadimin. Po të kishe një alternativë tjetër, edhe do ta kuptoja le të themi reagimin e një partie të caktuar politike. Kosova sot nuk ka nevojë sot Kosova për krizë, për le të themi për plasje. Sot ka nevojë për ujdi e dakordim për presidentin. Për një president konsensual mbi palët, jo partijak, dhe pastaj e vazhdojmë betejën pozit-opozit pa asnjë problem për tema të caktuara për cilën do të jem. Mirë, edhe pse zotri Rustemi ju gjatë gjithë kohës po përmendni reflektimin dhe po thoni që t'ju japet kohë edhe opozitës të reflektojë, në fakt kjo është më shumë si një kursim që po i bëhet nga lëvizja e vetëvendosjes se sa një reflektim, sepse nuk ka kuvend nëse nuk kemi një takim për çështjen e presidentit, ndërkohë që edhe Aleanca i ka vë kushtet e veta, në anën tjetër edhe PDK kanë thonë që dëshirojnë që ndrojnë opozitë. Prandaj kjo është situata. Zotri Sefaj ka një ndërhyrje nëse na lejon edhe do e lirojmë zotrin Rustemi. Të fleste Dimali ose dikush që nuk është me profesion jurist nuk do të habitësha. Po të flasë Adnani që me sa diun e ka një përvoj dhe mund të lexoj gjara bazike nga drejtësia, veçmas nga kushtëshmëria dhe konstituimi institucional, dhe duhej të vinte turp të arsyton të qëndrimin për shkelje të afateve kushtetuese, për shkelje dhe shpërfillje tek gjykimit të gjykatës kushtetuese mbi konstituimin e kuvendit dhe shkelje së rregullore së kuvendit mbi mos thirrjen e seancës për vazhdimin e seancës mbi 48 tetor. Thjesht është i parëndësishëm qëndrimi i PDK-s i LDK-s ngjajshëm, nuk jem këtu t'ja u bëjmë avokatin dhe s'lodhem fare për ta, mirë po partia politike që ka fituar shumicën ka obligim thirrjen e seancës dhe konstituimin e institucionit në radhë por pasi drejtuesi i seancës me moshë më të vjetër është nga subjekti i tyre politik. Subjekti i tyre politik. Të kërkosh konsensus, pajtoshmëri dhe të bëhesh shkaktar për blokad institucionale, për shkelje të afatit kushtetues, për injorim të gjykimit të gjykatës kushtetuese, që është vepër penale me zbatimi i vendimeve gjyqësore dhe shkelje të rregullore së kuvendit, mbi arsyetimin se nuk ka pasoja penale, s'ka mos sanksioni, kjo për një jurist. Për një jurist minimalisht do duhej të shtetërshme. Në rast se do të flas duke shmangur pjesën juridike, vetëm nga pozicioni politik, do ta mirëkuptoja dhe të njëjtën qëndrim e ndoj edhe partitë opozitare, për arsye se në shumicën e herave nuk kanë qenë konkret, transparent mbi atë që kërkon kushtetuta, ligjet, rregulloria e kuvendit për ta mbrojtur interesin publik dhe kuvendin e Kosovës. Po, zotri Rustemi. Së pari, situata në cilën ndodhet Kosova nuk është procedurale, është proces politik dhe duhet pajtohemi për këtë gjë. Unë jam dakord që procedura është tepër e rëndësishme, edhe kushtetuta duhet të respektohet, edhe aktgjykimit, edhe rregulloria. Por nuk janë qëllim në vetvete, edhe kushtetuta, edhe aktgjykimi, edhe rregulloria janë në funksion të krijimit të institucioneve. Madje edhe vetë gjykata kushtetuese në secilin aktgjykim ka bërë thirrje për marrëveshje. Le të përgjigjem, do të thonë se nuk e ndërpreva dëgjova në media edhe pyetjen edhe konstatimin edhe kritikën edhe vrejtjen. Para ka një kontradikcie, kam thënë publikisht që ata që thonë që shkelur kushtetuta pse nuk është konstituar brenda 30 ditëve, insistojnë që edhe pas këtij afati të konstituohet kuvendi. Nëse afati ka qenë rigoroz, absolut, atëherë sot nuk mund të thirret seanca. E nëse mund të thirret seanca, kjo nuk kupton që nuk është shkelur kushtetuta, sepse afati nuk ka qenë absolut rigoroz në kuptimin e përcaktimit të pasojës juridike. Unë prapë e them, mirë do të ishte që kuvendi i Kosovës të konsiderohej shumë më parë, por konstituimi pa dakordim për presidentin për mushmërie në fushat zgjedhore. Ne nuk kemi nevojë për fushat, kemi nevojë për institucione stabile. Kemi nevojë të kryejmë zgjedhje. Prandaj duhet ta shohim problemin në thelb.
është mungesa vullnetit politik për presidentin që po e shkakton këtë krizë dhe kriza pushton në momentin kur dakordohemi për presidentin. Rustemi, dy pyetje, dy ndërhyrje, të lutem na u përgjigj në shkurt se jemi në fund. Nëse duan t'i japin Kosovës president, është edhe një mundësi. Do t'ia japin mundësinë që vetëm propozimet t'jenë nga opozita nëse është e sinqertë kjo. Se kanë të sinqertë as të propozim. Një minutë. Te pjesa e shkeljes kushtetuese se tani s'është shkel kushtetuta pse kërkohet seanca. Zoti Rustemi e kuptova që është edhe jurist, dhe sigurisht që kushtetuta është akti parë që e lexon një jurist. Në kushtetutë thotë që pavarësisht afateve mund të zgjatet mandati. Në këtë rast mund të zgjatet edhe afati konstituimit në situata të jashtëzakonshme dhe kur rrezikohet rënimi i kushtetshmërisë, po kjo të ndodh vetëm derisa në momentin që te kaluhet kjo krizë. Që në këtë rast, me të drejtë mund të ftohet seanca, për shkak se u ka rënuar një sistem kushtetues në Kosovë, po kjo seancë dhe ky kuvend të zgjatet deri të kaluhet që mund ta përfshijë afatin 60 ditor. Dhe ne nuk mund të ndërtirem nuk mund na të ndërtirem në këto. Veç për saktësi, veç për saktësi, nuk e thot kushtetuta në asnjë pikë këto. Domethënë nuk e thot asnjë gjë kushtetuta. Mund ta Nëse afati, jo, po ta shkon ku duhet bota debat për diçka që mund të verifikohet. E kam verifikuar. E kom lexuar. Jo, zotria po aludan, nuk e kuptoj, zotria po aludan në shpollën e gjendjes së jashtëzakonshme ku vazhdon mandati, por kjo nuk është rrethon në shpollën e gjendjes së jashtëzakonshme. Nuk qëndron kjo, por duhet sa më shpejt të votohet kuvendi, të votohet presidenti të zgjedhjes së vendit. Zotri Rustemi thotë është situatë e rregullt, një situatë që po flasim për krizë politike institucionale tash e 2 vjet. Dhe po flasim për një situatë që nuk po arrin me zgjedhje dhe mund ta trajtojmë si situatë rregull. Rustemi, dy ndërhyrje jemi krejt në fund, në pak sekonda. Apo vazhdojnë takimet larg mediave të vetëvendosjes me LDK-n? Nuk kam informacione për takime larg mediave, natyrisht ka komunikim të vazhdueshëm të kryeministit Kurti edhe me zotin Abdigjiku, sikur të ka ftesa të vazhdueshme të zotit Kurti për zotin Hamza, zotin Xhini. Duhet të kthehemi tek pika fillestare. Nuk mund, duhet të takohemi, nuk ka alternativë tjetër përveç se duhet të takohemi. Nuk e kuptoj pse ekziston ky refuzim i PDK-s dhe AK-s për të takuar me kryeministin dhe për ta gjetur një zgjidhje për presidentin. Domethënë, dhe nuk e kuptoj domethënë se cili është qëndrimi i opozitës për presidentin. Pse domethënë janë kundër një presidenti neutral. Besoj shumë që në rrotallën që jemi një president neutral, mbi palët, jashtëpartiak e konsensual, është zgjidhja madje edhe drejt e dobishme përveç se edhe le të themi më optimale. Dhe e fundit, duke parë situatën djetë të tensionuar që ishte brenda kuvendit, dhe kjo është një çështje goxha kurioze. Pse u lejuan të futen mërgjimtarët në kuvend në gjithat tension dhe më pas i pam ato skena dhe dëgjuam ato fjalë, ato thirrje e kështu me radhë? Po ky ishte aktivitet 4 ditor për mërgatën. Kuvendi hapi dyert nga e hënia deri më sot për bashkëdhëtarët. Domethënë, nuk është çështja pse u futën bashkëdhëtarët, çështja është pse u penguan le të themi aktiviteti. Rustemi, është çështja që nëse Rustemi është çështja pse u futën, sepse nëse ata bashkëdhëtar do të kishin një përplasje mes veti fizike, kush do ta merrte përgjegjësinë? Domethënë përgjegjësia është për mos ta krijuar një mjedis të tillë. Unë nuk e di, më marr në emision tuaj edhe për të bëj pyetjen, se s'dua më sot skena, po. Nuk ka ideja aty se cili person do ta ketë pjekurinë, maturinë edhe me ditë le të themi edhe deri ku e çon kritikën. Unë nuk mund të parashoh veprimet, ai kuvendi i Kosovës ka pas përplasje edhe brenda deputetëve në një situatë normale. Jam kundër pa asnjë dyshim. Nuk më pëlqen skena djeshme në asnjë rast, as le themi e përballjes me deputetët pozitë dhe opozitë, as ato insinuatat e krijuara me mërgatën, as le themi përfshirjen e njerëzve që janë mërgat në një aktivitet që është ekskluzivisht i drejtuar për mërgatën. Por krejt këto pushojnë nëse partitë politike ulen dhe ndërtojnë një ujdi për presidentin. Nuk ka zgjidhje tjetër në cilin do rrethon, dhe çka do që të ndodh, në fund do të ulemi në tavolinë, sepse s'ka opcion tjetër për presidentin. Edhe nuk e di pse peloj me shku kaq gjatë dhe me u tensionu situata për të ulur në tavolinë. E qartë, në çka do që ndodh, shihet vetëvendosja insiston atë që tulen në tavolinë dhe të flasin për çështjen e presidentit konsensual. Rustemi, faleminderit që u lidhem. Faleminderit zotëri Rustemi, ju përshëndesim. Faleminderit. Mirë. Jo, unë jam i lumtur. Unë jam i lumtur dhe jam shumë kënaqur që
po e dëgjoj prej një deputetit të Partisë Lëvizjes Vetëvendosje që si subjekt kanë arrit me reflektu dhe me kuptu që zgjedhja vetme politike është vetëm ulja në tavolinë, sepse jo mësu me pa një subjekt që ka refuzu gjithmonë takime, ka refuzu gjithmonë marrëveshje, dialog, madje këto marrëveshjet politike ka qytë pazare politike, do më thonë se nuk duhet me ekzistu, ka fillu të ndaj institucionet në format të ndryshme, siç edhe i thash zoti Rostemi, sepse unë e kam dëgju gjithmonë zotrin Kurti kur është kërku prej partive që atëherë konsideroj që do të becin opozitare, sepse na kur referojmë parti opozitare ende nuk kemi as pozitë as opozitë, gjithashtu nuk kemi një shumicë, një mazhorancë që është zgjedhur i ka kriju institucionet, ne i kemi deputet kuvendit Kosovës. Të gjithë janë deputet. Të gjithë janë deputet dhe nuk kemi pozitë dhe opozitë. Mund të pretendohet që do të jenë opozitë, po deri atëherë kur do thotë këto partitë që u quajshin opozitare dhe pastaj u rreshtuan si pjesë e opozitës, kërkonin marrëveshje para se të krijohet kuvendi dhe qeveria, kërkonin një marrëveshje politike dhe për presidentin, sepse po afrohet afati i skadimit të mandatit presidentit dhe në atë kohë kishin president legjitim, jo shtues detyre, do thotë nuk shqetësohej ky fakt dhe nuk ishte një argument që duhet ketë një marrëveshje politike, nga që qytetarët ju kishin besu partisë parë, sigur dhe kësaj radhe të krijojnë institucionet kuvendit dhe qeverinë dhe tash i kanë votat, dhe që presidenti duhet të trajtohet si pjesë e ndame nga këto dy institucionet që këta quhenin politike dhe një president që mund të jetë apartiak ose apolitik. Dhe nuk kuptoj pse tash duhet me qenë kusht në kohën kur nuk kemi president sigurisht dhe as gjizviti, do të thotë është një gjizviti që po dallon, po flasim për zgjedhjet e dhjetorit dhe qershorit, dhe do të thotë tani duhet të jetë kusht që të mos kemi një kuvend funksional, që të mos kemi një qeveri me mandat, për shkak se duhet të jetë para kusht vota e presidentit. Dhe çka nëse këta kanë një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit, do të konstituohet kuvendi, do zgjedhet qeveria dhe në një moment caktuar deputet ndrojnë mendje dhe nuk e votojmë presidentin. Çka ndodh? Asgjë nuk e garanton këto. Dhe nuk mund të thojmë ne se nuk dojmë ta krijojmë një kuvend për 2 muaj, për shkak se po pretendojmë për 4 vite dhe nuk e kemi as për 4 ditë. Dhe duhet të dimë që para çdo marrëveshje politike është ligji, kushtetuta. Nuk mund ne ta krijojmë një praktikë në këtë vend që marrëveshjet politike të jenë superiore ndaj rendit kushtetues dhe ligjit Kosovë, sepse pastaj edhe nuk duhet me më gjyku për një vepër që e bëj jashtë ligjore, sepse jem në negociata me qytetarë që ta kthejmë ligjore. Dhe du ta pensim marrëveshjen se mund të vim as 10 viteve. Po, atë që çfarë po thoni, vetëm pas pak edhe zotri Sefaj do ta ketë fjalën, por do të ndalemi tek kjo kërkesë e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë kërkuar që nesër të ketë një seancë nga ora 11. Është një letër dërguar zotrit Dehari që thotë se në cilësinë tuaj si kryesues i seancës konstituive sipas moshës, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, kërkojmë nga ju që të përmbushni obligimin tuaj kushtetues që nesër me 14 gusht 2026 në ora 11 të thini vazhdimin e seancës konstituive. Megjithatë nuk ka pas ndonjë përgjigje nga zotri Dehari. Në anën tjetër e kemi edhe aleancën, pra zotri Besnik Tahiri, i cili ka dërguar. Për mua është e habitshme pse i kanë dërgu të shkretit letër Avni Deharit. Po kush e pyet diçka Avni Deharit? Ai është kryesues, nga ai kërkohet që thirret seanca. Avni Dehari nuk pyetet as kur fillon as kur respektu institucionin dhe procedurën. As kur përfundon seanca. Thjesht është një lodër, cilën e kanë përdorur si rezultat moshe dhe cili do të ishte në vendin e tij, nuk do të ishte personazh, nuk do të ishte kryesues, po do të ishte dikush që e luan rolin që e ka marrë nga partia politike. Fatkeqësisht në Kosovë, shqetësimi im është që shkelja e kushtetutës, e ligjës, e rregullore dhe procedura është kthy në normalitet. Nga ushtruesi i detyrës së presidentës dhe deri tek portiri apo shumari në pylltari, ne i kemi me ushtrues detyre. Dhe kjo përngjason me rregullin në shqitoret e katunit të para lufte, kur afrohej për mjë shpenzu malli që kishte, dilte kush qëllon të shtëpia dhe i përcillte klientat sepse do duhet të mbyllej. Republika e Kosovës nuk është republikë që është në mbyllje, është republikë në zhvillim e sipër dhe nuk do duhej të lerohej të vdenim në këtë mos. Ne kemi qeverinë detyrë, cilat kanë pranu mandatin e deputetëve dhe dolja në vendin e punës dhe marrja e vendimmarrja në pozicionin e ministrit pas dite dhe deputetit para dite është kundërligjshëm, do duhet ndiqej edhe nga prokuroria dhe veçmas nga opozita nuk do duhet lihej që ata të mund të kishin akses në objektet ministrore dhe qeveritare, derisa ata të heqin dorë a duan të jenë deputet,
a duan t'jenë ministra dhe kryeministër me një qëllim, që në këtë vend të kthehet ligjshmëria. Për mu, edhe pse nuk ka dispozit sankcionuese si rezultati i kalimit të afatit 30 ditor. Afati është gjaja më e rëndësishme në procedurë. Ti si qytetar, në rast se humb afatin ligjor për ankimim, për parashtrim të kërkesës apo ankesës, e humb të drejten. Dhe të thua që afati kushtetues nuk ka rëndësi, ama afati ligjor është i vlefshëm, duhet ta kuptosh rëndësinë e hierarkisë. Thjesht lëvizja vetëvendosje e ka shndërru shkeljen e kushtetutës dhe të ligjeu në normalitet. Opozita nuk do duhet ta lejonte, e ka toleru tepër, uroj që kjo vendimarrje e tyre tjetë reflektim për me mbrojt institucionin, jo për të thonë që ne e ndërmorëm një veprim, po nuk pat efekt. Sot Gruda e ka thënë një deklaratë shumë të qartë. Do ta kemi edhe pas pak, nuk e di nëse është aty, po gjithsesi ka qenë në media me shkrim, në media të shkruara. Çështja është pse tash në këtë pozitë që jemi, në gjitha këto shkelje, opozita nuk po e dërgon në kushtetuese dhe ai thotë që nuk mundesh një interpretim të kushtetutës ta dërgosh për interpretim prapë në kushtetuese. E kemi deklaratën dhe më pas do ndalim pak te ajo, nëse kushtetuesja ka lënë diçka që po jep hapësirë për të interpretuar. A është dashur të sqarohet diçka më tepër? Gruda. Unë nga këtu në emër të Partisë Demokratike e Kosovës i bëj thirrje deputetit Albin Kurti që ta lejoj zotin Deari të thrasë mbledhjen në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës. Zoti Deari është kryesuesi i seancës konstituive vetëm për një cilësi, vetëm për shkak të moshës së tij, për asnjë gjë tjetër. Atij nuk i takon të jap asnjë vlerësim politik, atij nuk i takon të komentojë marrëveshjet politike eventuale. Ai ka një rol teknik për të thirrur seancën në përputhje me rregulloren dhe për ta realizuar atë seancë. Kushtetuta e Kosovës nuk është statuti i lëvizjes vetëvendosje, që të varet nga vullneti politik i vetëvendosjes zbatimi i saj. Kushtetuta e Kosovës është akt që duhet i nënshtrohet, subordinohet çdo aktivitet politik, jo e kundërta. Nuk mundet një aktivitet politik, në këtë rast mungesa një marrëveshje politike, të subordinojë Kushtetutën e Kosovës, të suspendojë zbatimin e saj. Prandaj ne jemi sot këtu për të kërkuar thirrjen në seancë 3, vazhdimin e seancës përkatësisht për të vënuar në vend kushtetutshmërinë, ligjshmërinë dhe për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Okej, e kemi dëgjuar Grudën. Jemi këtu pikërisht me dy nenët që do t'i lexojmë. Të parën, Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeçar duke filluar nga dita e seancës konstituive. Pra, zgjidhet me mandat 4 vjeçar, që mbohet brenda 30 ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Atë gjykimi gjykatës kushtetuese thotë konstituimi duhet përfundoj brenda 30 ditë. Shkoj te tjetra. Tani me opozita nuk është e qartë. Edhe opozita është e paqartë. Po prandaj po duhet ju pyet, a ka hapësira për interpretime? Po. S'ka mundsi, opozita është e paqartë. Duke marrë për bazë elaborimet e mësipërme, gjykata vlerëson se afati 30 ditori përcaktuar nga kushtetutbërësin në paragrafin 166 nuk mund të trajtohet si afat brenda të cilit vetëm duhet provuar konstituimi i kuvendit, por ky afat në ndërlidhje me përcaktimet me nenin 2, paragrafit 2 të nenit 4, nenin 7, nenin 65 dhe nenin 74, paragrafin 1 të nenit 134, paragrafin 3 të nenit 136 dhe paragrafin 1 të nenit 140 të kushtetutës është afat brenda të cilit duhet të konstituohet kuvendi. Pra këtu sqarohet se nuk duhet provuar, por duhet të konstituohet. Në rast se bën të konstituohet në ditën e 31. Pse nuk bën në ditën e 300? Pse nuk bën? Domthonë nëse ti ke shkel afatin, veç tek shqiptarët nënkupton që afati kushtetues është i papërfillshëm dhe mund të shkojë pafundësisht. Thjesht Kuvendi i Kosovës e ka humbur afatin edhe pse ne nuk kemi dispozit sankcionuese që përbën shkak për shpërndarjen e kuvendit, këta e kanë humb afatin kushtetues për konstituimin e organeve. Dhe në rast se në këtë format lejohet lëvizja vetëvendosje, pse jo ditën e 300 ditë e kisha provu. Edhe pastaj të rrjedh mandati, edhe 4 vjet pas konstituimit. 300 ditë e kisha provu. Kur bën me shkel kushtetutën 1 ditë, afatin kushtetues edhe 31 ditë.
Pse nuk bën 300 një ditë? Domthon, s'ka dispozitë sankcionuese për ta normal. Shkelja vazhdimisht. S'ka sanksione. Unë po e them, akoma më e rënd pastaj se kjo. Është ushtrimi i këtyre detyra. S'ka pozitë në institucionet publike që nuk është ushtrues detyre dhe vendimarrja e tyre është e kundërligjshme për arsye se nënshkruajnë kontrata milionçe që paguhen ose abuzohen me fondet e Republikës. Ta e kanë humbër afatin. Opozita do duhet të ishte qartë. Është humb afati kushtetues, ne nuk bëhem pjesë as në vendimarrje, vendi duhet më shkon zgjedhje. Si shkak i shkoçitjes së nenëve të caktuara, kemë arritë ky vendim i gjykatës kushtetuese për shkak se nuk e kanë kuptuar drejtat nën. Fatkeqësia është e pjekurisë politike se nën Amerikë shoqër i kanë 7 nenë, 27 amandamente, sa është që 100 vjet ka ndryshuar dhe ne duhet me mend sa nenë kushtetuese për ditë. E para e shihni se vendimi i gjykatës kushtetuese në sa nenë dhe pika ose amandamente në paragrafe është bazu, që e kanë nxjerrë këtë konkluzion. Ajo që unë du me thonë është, nëse, to shumë e qartë, nuk ka kur gjo për interpretim, po nëse kënja nuk duhet me u zbatu, afatit rritetor, pse duhet me u respektu gjykimi i gjykatës kushtetuese që kryetari i Kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar së partisë fituese? Pra, nëse po shkojmë kështu, nuk ka sanksione, po, sepse ne deri në momentin që kemi pas një gjykim prej gjykatës kushtetuese që kryetari i Kuvendit i takon subjektit fitues, ne nuk e kemi pas këtë rregull dhe këtë arsye që është bë pengesë zgjedhjet e kaluara me kryetarin e Kuvendit. Dhe nëse ajo, atë pse duhet më respektu aj. Le të mbledhen deputetët e Kuvendit ta zgjedhin kush parti ka votat. Ose pse duhet më respektu afati i kjo procedura moshës. Le ta merr një dytë mas dehorit dhe ta thirrë seancën. Nëse fillojmë në këtë maraton të mos respektimit të çmërisë, do gjykatës kushtetuese kush fiton këtu? Po, do të bëhet kaos. Ky do të ishte kaosi i madh. Dhe prandaj duhet të respektohet këto afate kushtetuese dhe sigurisht që siç ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara që ishte rasti Albolena Haxhiu, që gjykata kushtetuese e ktheu seancën në pikën ku ishte ndërprej dhe kërkoi ndryshimin e votimit dhe e saktësoi që 3 herë Mitria nuk mund të rikandidohet një kandidat që nuk e merr shumicën dhe rëndenisht bllokat institucionale, siç ndodhi herën e kaluar. Dhe sot është shumë e qartë kjo dhe për me rregull, vendi do duhet të ishte ka përgatitur për zgjedhje, sepse në momentin që ka kaluar 30 ditë, Kuvendi në mënyrë automatike do duhet të shpërbehej dhe sigurisht që është përgjegjësia e partive politike dhe ushtruesës detyrës presidentes që nuk e ka thirrë seancën 2 javë më herët, po e ka thirrë në ditën e fundit të afatit kushtetues, sepse nuk ka këtu çka më kontestu. Thotë që si afat brenda të cilit vetëm duhet provuar, po e shpjegon sa Kuvendi. Por se kjo afat në ndërlidhje për taktimin e nenit 2 paragrafe të këto që i lexuam, është afati brenda të cilit duhet të konstituohet Kuvendi dhe jo të thirrët seancën. Besoj se gjithë po e din këtë, veç po e interpretojnë sipas. Regjia shkon në vetëm te ky nenit. Këto veç duhet me ditë me lexuar për interpretim. Një çështje që duhet printohet edhe vendosur çdo. Kjo pra këtë që po e thotë vetëvendosja, nëse kanë kaluar gjitha afatet që po ja thotë opozitës, pse po na kërkoni tani konstruimin? Nëse nuk kanë kaluar afatet, pse nuk respektohet 48 orë që thirrë seancës? Sepse ne kemi edhe një arsye tjetër. Në rregull, kanë kaluar afatet, në mënyrë të padrejtë po kërkojnë konstituimin e Kuvendit. Kërkon me respektu rregulloren e Kuvendit prej dikujt që e shkel kushtetuese. Unë po do me kriju një paralele të njëjtë. Opozita thotë që në shkel afatet kushtetuese, po kërkon konstituimin e Kuvendit, që po dojnë me pas institucione pavarësisht jashtë afateve për shprehje të vendit. Dhe kemi një parti që thotë nuk kanë kaluar, sepse po i llogaritet pe kur është thirrë seanca. Pse nuk thirren seancat çdo 48 orë sipas rregullores të Kuvendit? Siç ka ndodhur edhe herën e kaluar me çështjen e Albolena. Pse pra nuk po respektohet kjo përgjegjësi në afat? Le të respektohet kjo. Po e thon qartë. Po mira, kemi edhe 2 çështje dhe jemi në fund. Pra kemi edhe një çështje tjetër për cilën u ndalën sot Partia Demokratike e Kosovës, më saktësisht Enver Hoxha nga PDK që tha se janë shumë shqetësuar me një komunikat të cilën e ka lëshuar Kuvendi, e që në fakt kanë raportuar për atë se çfarë ka ndodhur dje, kanë treguar se ka qenë e hapur për të rinjt për një vizitë brenda Kuvendit, ndërkohë që në fund kanë shkruar se me prezencën e PDK-s dhe aleancës aty pa pas një thirrje për një seancë, është ndërprer edhe kjo vizitë. Andaj këto 2 parti opozitare janë shqetësuara për mënyrën se si po ndahen dhe se si po raportohet nga Kuvendi, dhe menjëherë pas deklaratave të tyre ka pas edhe një reagim nga Albolena Haxhiu që
tashmë nuk e di nëse konsiderohet si ushtruese e detyrës së presidentës, e cila thotë se mos pajtimet dhe përplasjet politike duhet të mbeten mes atyre që mbajnë përgjegjësi politike. Opozita nuk duhet ta përfshijë stafin profesional të kuvendit në këto përplasje, ta vërë në presion apo të shënjestrojë për shkak të punës që kryen në kuadër të përgjegjësive të veta institucionale. Nëse opozita ka vërejtje ndaj punës sime, le t'i adresoj ato drejt për drejt tek ose përmes mekanizmave institucional, nuk është e drejtë që zyrtarët profesional tu atribuohen motive politike apo të krijohet përshtypja se ata i shërbejnë një individi apo një subjekti politik vetëm se po kryen detyrat e tyre. Pra në fakt, pikërisht e ka thënë opozita, që mënyra se si me ushtruesin e presidentes ose këtë deklarat, te pjesa parë e pjesëmarrjes së deputetëve të opozitës kuvend, vetëm duhet me sqaru këta nëse ka dallime mes deputetëve. Nëse i çdosh me qenë deputet e vetëvendosjes në komunikim me bashkëdhëtar, pse nuk duhet me qenë PDK-s, TAK-s ose LDK-s? Sepse domethënë këtu tash kemi një diskriminim mes kolegëve. Jo, në fakt ka qenë ftesa dhe e kanë pranuar dhe Sala Jashari Paris Buri në këtë takim me 3. Kontestohet pjesëmarrja aty në kuvend. Çfarë nuk e kuptoj se ishte para kësajna. Sepse kanë qenë ata aty për Jo, ata po fajsohen se e kanë pengu vizitën përmes aksioneve që i ka pas. Që ata kanë bllokuar hyrjen e dikujt. Nuk po mendoj që ata kanë thonë që nuk duhet me qenë vizitor mërgjimtar. Në po që PDK ka paralajmëruar edhe prezencën nga ora 11. Kanë qenë shumë çesharak, edhe deputetëve vetëvendosjes me deputet që ishin të opozitës që po i quajmë, për shkak se asnjëri s'ka diskutuar me mërgjimtar. Të gjithë kanë diskutuar mes veti para mërgjimtarëve. Thjesht kanë qenë si dy tifot lozhës që i kanë marrë disa tifos me veti dhe duhet sepse edhe vet ata që quheshin mërgjimtar aty që mund vjen keq, që prishin imazhin e një mirgate shumë çnosh dhe të shajt tonën, aty sepse edhe nuk kanë pranuar dhe kanë thënë që as po dojmë ditë për juve deputet, as po duhet ta ditë emrin, as po duhet të diskutojmë me ty. Do thotë edhe si niveli kem pas. Dhe kjo pastaj është bastardu. Le ta shpjegojmë se si kanë hyrë këta që po kërcënojnë pe kuvendit pa qenë mërgjimtar. Ka qenë hapur për mërgjimtar dhe si është leju hyrja edhe shumë tjerëve zyrtar që shërbejnë aktualisht në institucionet e Kosovës dhe që kanë jonë për kuvend duke pengu vizitorët për arsye të ndryshme. Çfarë zyrtarësh në këtë rast? Unë dëgjova që ka pas dhe staf të udhëhecëve të institucioneve të Kosovës që janë marrë me mërgjimtar dhe me pankarta. Dhe tash si ndodh kjo rëndom. Nëse vizita është me mërgjimtar, është dashur me qenë një rregull, një kriter se kush duhet të jetë soll dhe pse duhet të jetë soll dhe në momentin e keqpërdorimit të secilit person, qoftë mërgjimtar, qoftë të stafit kuvendit, të ndërmirën mosa prej organeve kompetente, në këtë rast ma kompetenti që kanë qenë për këtë rast, kanë qenë policia dhe ai mërgjimtari që ka bërë deklarat para medjave, e para është dashur të arrestuar të ditët atë ditë para medjave dhe për cilat në momentin që ka ndodhur për në stacionin policor dhe vazhdojnë institucionet për kohë mirë me to dhe të mos lejojnë bëjt show aty dhe të krijuan asnjë situata pa lakushme. Zoti Sefa do ja japim fjalën për një çështje tjetër, një fotografi e shpërndar për zonën time Kadriaj sepse jemi krejt fund. Po deshta vetëm për këtë. Kjo është logjik jakobine. Kjo është logjik jakobine. Që institucioni personifikohet me subjektin, me konceptin, me ideologjin dhe që krejt ky përfatësim dhe ky sulm që bëhet mbi idenë që kuvendi tani më përfatëson këta. Kuvendi është shtëpia të gjithëve. Kuvendi ju takon të gjithëve dhe kryetari i kuvendit është kryeson seanca, nuk ka asnjë funksion më shumë. Ajo që i ka rastis të ketë kaq shumë fuqi është për faj të Nexhadopsit që ka qenë figura politike më e respektuar në Kosovë dhe i ka dhënë këtë fuqi kryetarit kuvendit, ndryshe në vende tjera kryetari kuvendit është i papërfillshëm. Nëse na ndihmon regjia me një fotografi që ka të bëjë me deputetën time Kadria, që në fakt është një foto e bërë me inteligjencë artificiale, ku ajo shihet afër Skender Lugiçit që ka bërë dje thirrje për pushkatimin e Ramush Haradinaj dhe ka qenë ky reagim i zonjës Kadria i cila thotë se deri ku ka arrit poshtërsia e këtij pushteti, po e dëshmoj tani me inteligjencë artificiale postuar nga Vudi Xhumshiti në rrjetet sociale se Gjoja unë kam takuar Skender Lugiçin, personin që ka kërcënuar komandant Ramush Haradinaj, kjo nuk qëndron dhe është e pavërtet. Personin në fjalë do ta denocoj dhe le të merren organet e drejtësisë me të, jemi në ramje të lirë, kësaj radhe ju ka dalë fytyra e vërtet. Ndërkohë që zonja Kadria ka postuar fotografinë e vërtet që është afër zotrit Haradinaj, ndërkohë që kjo fotografia e dytë pra është shpërndar nga Vudi Xhumshiti. Një koment për këtë. Kishte dallimin e pjatave. Unë nuk mendoj që është Vudi Xhumshiti. Vudi Xhumshiti është produkt i sekretariatit televizës dhe vendosje dhe nëpërmjet saj
përmjet ti shpalosen këto propaganda dhe këto imazhe të inteligjencës artificiale. Thjesht, unë për këtë lloj njerëzish nuk shqetësohem. Unë shqetësohem për llojin e njerëzve që paguhen me taksat tona, që kanë marrë përgjegjësi shtetërore dhe sillen sikur rrugash sa herë duhet të ketë një vendimarrje institucionale dhe ti nuk mund të akuzosh opozitën. Janë bërë bashkë me listën serbe dhe pas dite, kundër interesave të Kosovës, dhe pas dite ti ftosh në takim. Thjesht, ajo që duhet me kuptu qytetari i Republikës së Kosovës, njerëzit që i kanë votu, ata kanë vendosë me bloku institucionet e Republikës së Kosovës dhe me shty edhe pak këtë punë, sa me lanë vendin edhe pa gjukat kushtetuese, dhe që mos me pas mundësi ma, askush me pas vendimarrje dhe me kthy në pikën zero, nga qëllimi ku s'kanë bri deri në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës për ta pengu këtë këmbë për të bërë lirë, sepse është shumë interesant. Krejt njerëzit pro-Jugoslav dhe krejt të dëbashët e adhurojnë Albin Kurtin, jo njerëzit që votojnë, nuk kam punë me ta, vetëm ata që votojnë, do duhet t'ja bënin vetës një pyetje. Si është e mundshme, krejt kjo turm e njerëzve që kanë qenë u dëbash apo rrjedhin nga çajo linjë, ta duan Albin Kurtin, domthon cila është arsyeja? Nuk po them votuesit, se votuesit kanë të drejtë ta votojnë këdo dhe këdo që votojnë nuk janë më patriot se sa grupimi tjetër. Për fund, një përmbledhje të kësaj edhe gjithçka. Ajo çka është kjo është me turp, vërtet është e turpshme që deri ku në cilë nivel më rrim që me përgënjeshtru dhe me mashtru masën. Nuk e di autorin e fotografisë, andaj nuk drejtohem se cilë institucion, kush dhe person. Këtu për shoqë timi ju ka referuar një emrit përveçëm, po kush e ka krijuar në këtë pjesë. Vetë se çka e di që është gjëja më pandershme dhe më pamoralshme që mundet me bën një person ndaj një figure politike dhe ndaj një situatë kaq ndihshme që mjafton një shkendi që me kriju përplasje mes qytetarëve. Nuk është diçka e re për mendimet e mia dhe për neve si popull si qytetar, për shkak se është një politik, është një politik që e kanë mbill serb këtë vend dhe e kanë përdorur serb për me kriju përçarje dhe vllavrasje mes shqiptarëve, sepse ne dimë edhe kem dëgjuar që edhe kur gjatë celulave të krimit UÇK-s janë cilësuar si dorë zgjatën e Serbisë, si pjesë bashkëpunuese që po dojnë me kriju situata dhe inkuenca të ndryshme të palidhje, dhe thjesht do të thotë kjo është një metodë që kanë përdorur serbët ose shkije që shumë pëlqen me quajtë sepse më duket sikur po i thon tamam, e kanë krijuar ndaj shqiptarëve, po që ta shqiptarët e përdorin ndaj njëri tjetrit, sepse ndoshta nuk kanë mujt më liru kësaj mendësie dhe kësaj politike shoviniste serbe, përndryshe nuk do duhet të ndodhte kjo, sepse ka ndodhur me një moment kur qytetarët përveç që janë të acaruar dhe zhgënjur me situatën e krijuar, pastaj në poshtë dhe plot postime se duke atribuar se ka qenë një skenim i aleancës, tendenca dhe këto gjëra nuk duhet më rrinë deri në këtë nivel. Thjesht është nivel shumë i ulët, është një nivel që nuk duhet me pa në këtë vend. Për mua duhet me ditë se qytetarët para partive politike duhet ta kenë Kosovën, para mbrojtjes të interesave të partive politike duhet mbrojnë interesat e institucioneve të Kosovës, sepse politika dhe partitë politike vinë shkojnë, por Kosova ka menamet gjithmonë dhe kjo është e jona, dhe duhet lirohemi prej këtyre komplekseve dhe prej këtyre papërgjësive që ne të mundohemi të njollosim figurat të rëndësishme të vendit tonë, figurat ndritët kombit tonë për me barazu me veten tonë. Le ta pranojmë realitetin e nivelit që janë, besom kanë mjetuar shumë më të lirë, shumë më të qetë. Po se ka shumë qytetarë që i besojnë këto fotografi, mos harrojmë se prandaj ishte e rëndësishme ta një thonje popullore se gjithmonë po provojnë mos mi përdorni emisionin, po s'po bëj shmang. Hajde po mundohem me thënie. Jo si hoxha që përdorte termat krajlive sepse krajlit kanë hes piktuit, po të ne përdoret kjo që dohëngjia mundohet me bëj sa më shumë dohëngji. Niveli këtyre njerëzve mundohet që me bëj sa më shumë njerëz të këtij niveli, po nuk është ndershme dhe nuk kanë me arrit mos krijojnë shqetësime të popullata sa partije. Mirë, tenton që mos t'i le të tjerë të pinë duan. Se besoj këto. Nuk e besoj. Ta që të bësh provoa. Faleminderit shumë, mirë, s'besoni. Faleminderit shumë. Ndërkohë ne shku zndruar pas pak do të kemi një tjetër debat shumë të rëndësishëm për atë që ndodhi dje, për komunikimin e mërgëmtarëve, por edhe personave të tjerë dhe sidomos në rregull jep dhe sidomos për këto thirrje të rrezikshme dhe skandaloze që u bën dje nga kuvendi i Kosovës.